Përleshja armatosur në Qair raportohet jo zyrtarisht për të plagosur. Sindikalistët thonë se të punësuarit në sektorin privat meritojnë paga më të larta. Kreu i antikorrupsionit dyshohet si informatore e grupeve kriminale në rastin aditiv. Agjencia OKB-s thekson se gjysmë milionit të zhvendosur në Gaza po vuajnë në urdhrat izraelite të dëbimit. Të ndruar shikues, përshëndetje. Një përleshje armatosur ka ndodhur sot në Qair, ku raportohet jo zyrtarisht për të plagosur. Forcat të shtuarat policisë kanë rrethuar stacionin policor në Bit Pazar, pasi që vetëm disa metra larg nga ky vend ndodhi përplasja me armë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë konfirmuar ngjarjen dhe kanë njoftuar se përleshja ka qenë mes dy grupeve dhe se në përleshje kanë marrë pjesë 6 persona. Forcat të shtuara policore kanë rrethuar stacionin policor në Bit Pazar, pasi që vetëm disa metra larg nga ky vend, të shtënat e armëve prishën qetësinë e kalimtarëve të rastit dhe shitësve. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme siguruan perimetrin për kryerjen e hetimeve. Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë konfirmuar ngjarjen dhe kanë njoftuar se përleshja ka qenë mes dy grupeve dhe se në përleshje kanë marrë pjesë 6 persona, nga ku një person ka mbetur i lënduar dhe i njëjti është dërguar në qendrën emergjente në klinikën Nën Tereza. Në vendin në ngjarjes janë gjetur numër i madh i gëzhojave dhe janë dëmtuar edhe disa vitrina nga xhami nga objektet përreth, po edhe disa vetura të parkuara aty afër. Në vend ngjarje kishte mbetur edhe një motociklet që dyshohet se është përdorur nga të përfshirët në përleshje. Jo zyrtarisht, mediat kanë raportuar edhe për një person të vdekur, të cilit për më tepër ja kanë zbuluar edhe identitetin. Theksohet se personi që ka humbur jetën në këtë përleshje të armatosur është 30 vjeçari nga fshati Haraqin me iniciale AS. Në temën e informacioneve dhe vazhdojmë të me lajmet nga vendit. Punësuarit në sektorin privat meritojnë kushte pune dinjitoze dhe paga më të larta. Nënkryetari i lidhjes së sindikatave për sektorin privat Ivan Peshevski thotë se sektori privat në vend është nxitësi kryesor i gjendjes ekonomike të vendit. Sipas tij, nëse pagat nuk rriten, shpërngulja e fuqisë punëtore nga vendi do të jetë edhe më e madhe. Lidhja e sindikatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut kërkon që pagat në sektorin privat të rriten menjëherë. Nënkryetari i LSM-s për sektorin privat Ivan Peshevski ka deklaruar se të punësuarit në sektorin privat meritojnë kushte pune dinjitoze dhe paga më të larta, për shkak se, siç thot ai, sektori privat në vend është nxitësi kryesor i gjendjes ekonomike të vendit. Privatniот sektor Sektori privat në Maqedoni është nxitësi kryesor i situatës ekonomike të vendit. Sektori privat është diçka që duhet përmirësuar menjëherë me staf dhe të rinj të kualifikuar, por këto dy punë kërkojnë kushte pune dinjitoze dhe të sigurta dhe paga më të larta. Pagat më të larta nuk janë një pagë prej 500 eurosh, por një pagë minimale prej 500 eurosh që do të shumëzohet me koeficientin e përsaktuar në mënyrë që paga në këtë sektor të kaloj 50 dhe 60.000 denar, aq sa është minimumi që duhet të marrin punonjësit në sektorin privat. Peshevski më tej tha se kërkesa e tyre vlen për të gjithë punëdhënësit të sektorit privat dhe theksoi se nëse pagat nuk rriten, shpërngulja e fuqisë punëtore nga vendi do të jetë edhe më e madhe. Sidomos ata që para disa ditëve deklaruan se ka mungesë stafi në vend, do të ketë edhe më shumë nëse nuk i rrisni pagat, me gjithë respektin e duhur për disa punëdhënës nga sektori privat të cilët respektojnë si ligjin ashtu edhe marrëveshjen kolektive. Këto probleme i kanë tejkaluar prej kohësh, por kjo është një përqindje shumë e vogël e numrit të përgjithshëm të punësuarve. Peshevski rikujtoi se në protestën e 1 Maj do të kërkohet zgjidhje për të gjitha problematikat e të punësuarve në vend. Ai bëri thirrje qeverisë dhe punëdhënësve që të marrin përgjegjësi për situatën aktuale dhe të mundësojnë një rritje të menjëhershme të pagave në sektorin privat.
Gjykata penale Shkup ka dhënë detaje për hetimet që po bëhen ndaj kryetarës Komisionit Shtetëror për parandalimin antikorrupsion Tatjana Dimitrovskajo dhe të dyshuarit e tjerë në këtë rast dyshohet se përmes aplikacioneve për mesazhe kanë ndarë sekrete zyrtare për një të akuzuar tjetër. Kryetare së Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion Tatjana Dimitrovskas, gjykata I ka caktuar mas kujdesi pasi që dyshohet se përmes aplikacioneve për mesazhe ka ndarë sekrete zyrtare për një të akuzuar tjetër. Me zgjerimin e hetimit të rastit të quajtur aditiv në mesin e të akuzuarve është edhe personi I parë I antikorrupsionit dhe për këtë prokurori kërkoi caktimin e masave të kujdesit, të cilin e ka pranuar edhe gjykata. Masa janë caktuar edhe për të dyshuarit e tjerë. Kundër B.N I dyshuar për veprat penale të bashkimit kriminal, keqpërdorimit të procedurës së prokurimit publik dhe pastrimit të parave dhe të ardhurave tjera nga veprat penale. Është saktuar paraburgim 30 ditor. Për B.M dhe T.D të dyshuar për vepër penale, zbulimin e sekreteve shtetërore. U pranua propozimi për caktimin e masës së kujdesit, gjithsesi marrjen e përkohshme të dokumentit të udhëtimit dhe ndalesë për nxjerrje të dokumentit të ri dhe ndalesë për ndërmarrje të aktiviteteve të caktuara të punës që lidhen me veprën penale. Sipas njoftimit të prokurorisë, kryetaria e Komisionit Antikorrupsion si person zyrtar nga muaji maj deri në muajin dhjetor 2024, përmes aplikacioneve WhatsApp dhe Viber I ka dhënë informacione të akuzuarit në rastin aditiv. Në shkurt të këtij viti, prokuroria nisi hetimin për rastin aditiv kundër 31 personave fizik dhe 5 juridik. Në mesin e të dyshuarve ishin ish-drejtori I Qendrës Sportive Boris Trajkovski Ratko Kapushevski, djali I deputetit të BDI-s Ismail Jahoskit Armir Jahoski, si dhe ish-drejtori I EMV-s Vasko Kovacevski. Ka reaguar Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, I cili ka njoftuar se brenda kompetencave të saj vazhdon të funksionojë rregullisht në përputhje me ligjin për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Si institucion ne mbetemi transparent dhe të hapur ndaj publikut dhe bashkëpunim me autoritetet kompetente, theksohet në reagim. Gjykata themelore penale në Shkup ka urdhëruar paraburgim, arrest shtëpiak dhe masa paraprake për 23 arrestuar nga policia, cilët dyshohet se kanë mundësuar përfitim të së drejtës për përkujdesje nga të tjerët dhe të drejtën e pensioneve invalidore. Një person vazhdon të mbetet I pakapshëm për organet e rendit. Gjykata cakton masa për 23 të arrestuarit nga policia, të cilët dyshohen se kanë mundësuar përfitim të së drejtës për përkujdesje nga të tjerët dhe të drejtën e pensioneve invalidore. Gjykata themelore penale në Shkup ka urdhëruar paraburgim, arrest shtëpiak dhe masa paraprake. 9 personave u është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, 5 personave I u caktua masa e arrestit shtëpiak, ndërsa 9 personave I u caktua masa paraprake, përkatësisht detyrimi që I akuzuarit të paraqitet në gjykat ose të personi I autorizuar zyrtar dhe sekuestrimi I përkohshëm I dokumentit të udhëtimit dhe ndalimi I lëshimit të një të riu. Një person vazhdon të mbetet I pakapshëm për organet e rendit. Këta persona janë pjesë e 49 personave ndaj të cilëve prokuroria ka nisur hetim, me styre mjek dhe antar komisione që jepnin dokumente false për ndihmë sociale për të sëmurët. Ata janë të dyshuar për shumë vepra penale, për keqpërdorim të miratimit të kushteve për përfitim të ndihmës financiare për kujdes ndaj një personi tjetër dhe ndihmë të personave me penkesa dhe pamundësi për të jetuar në mënyrë të pavarur. Dje u kryen pastisje në disa lokacione në Shkup, Veles, Tetov dhe Gostivar, me që rast u ndaluan 23 persona. Ta akuzuarit dyshohet se kanë përfituar në mënyrë të paligjshme përfitime pasurore për vete dhe për persona të tjerë me të cilat veprime të kundërligjshme kanë shkaktuar dëme në buxhetin dhe fondet e shtetit. Kryetari I Salajit Ilyas Veseli nëpërmjet një videomesazhi sqaroi se komuna e Salajit ka dorëzuar disa projekte konkrete në kuadër të qeverisë për mbështetje financiare. Edhe kryetari I komunës Çajirit Visal Ganiu ka njoftuar se deri tani janë dorëzuar rreth 16 projekte dhe se pritet të dorëzohen edhe disa të tjera deri më 30 prill, data kur përfundon edhe afati për aplikim.
Pas lajmeve se Saraj dhe Çajiri janë në mesin e 17 komunave që nuk kanë aplikuar në thyrjen e dytë të qeverisë për mbështetje financiare, kanë reaguar krerët e komunave të lartë përmendura. Kreu i komunës së Sarajit, Ilyas Veseli, nëpërmes një video mesazhi sqaroi se komuna e Sarajit ka dorëzuar disa projekte konkrete në kuadër të kësaj thirrjeje. Projekti i parë ka të bëjë me ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit atmosferik në vendbanimin Llaskars. Projekti i dytë është rikonstruimi i rrugës kryesore dhe i të gjitha rrugicave në vendbanimin Llaskars. Projekti i tretë është salla e re sportive multifunksionale në vendbanimin Rashqe. Projekti i katërt është muri mbrojtës përgjatë rrugës në vendbanimin Glumov që lidh vendbanimin Arnaqi. Projekti i pestë është rruga përreth xhamisë së re në vendbanimin Rashqe që do ta lidh me vendbanimin Kopani. Në fund, Veseli shpreson që kësaj radhe këto projekte të miratohen nga ana e qeverisë dhe në të njëjtën kohë edhe të jetësohen e realizohen. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Çajirit, Visar Ganiu, ka njoftuar se deri më tani janë dorëzuar rreth 16 projekte dhe se pritet të dorëzohen edhe disa të tjera deri më 30 prill, data kur edhe përfundon afati për aplikim. Ai shton se synimi është që Çajiri të përfitojë shumën maksimale prej 8.5 milion euro që ofron qeveria për komunat. Jo vetëm me këto aplikime, por edhe me projekte të tjera që planifikojmë të dorëzojmë deri në përfundim të afatit, parashikojmë të arrijmë një vlerë totale prej 8.5 milion euro, shumë që na takon si komunë dhe që do të na mundsoj realizimin e investimeve të rëndësishme në ujësjellës dhe kanalizime, ndriçim publik, rikonstruksion të rrugëve dhe përmirësim të infrastrukturës urbane në disa nga zonat më të rëndësishme të Çajirit. Jam i bindur se përkushtimi ynë do të reflektohet në projekte konkrete që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve tanë dhe do të vazhdojmë të punojmë me të njëjtin ritëm, përkushtim dhe vizion për një Çajir më modern dhe më funksional. Në mesin e komunave që u përmend nga ministri Perinski dje që sot pritet të aplikojë është edhe Likova. Kujtojmë se dje ministri i Pushtetit Lokal Zlatko Perinski njoftoi se thyrja e ditë e hapur qeveria për komunat do të jetë e hapur deri më 30 prill 2025. VMRO DPMN-ja ka kundërshtuar pretendimin e partisë Levica në adresë të babait të ministrit brendshëm Pançe Toshkovskit. Partia në pushtet vlerëson se pas këtij frustrimit partisë së Apasievit qëndron frika dhe dija se Toshkovski po pastron me kriminalët dhe se pas shumë dekadash ligji vlen për të gjithë njësoj. Apasiev është i frustruar me punën e Toshkovskit sepse ligji vlen për të gjithë. Kështu thuhet në reagimin e partisë në pushtet VMRO DPMN ndaj akuzave të partisë së Majt se babai i ministrit të brendshëm Pançe Toshkovski është i përfshirë në mashtrime me pensionet invalidore. Përtej kësaj, nga VMRO thonë se partia e Majt duhet të përgjigjet se si, përveç një bodrumi në qendër të qytetit, ka arritur edhe në një restorant. E kuptojmë nervozizmin dhe frustrimin e partisë Levica, një lidhje me Zoran Zaevin dhe grupin e dashamirësve të veprës Enver Hoxhës ndaj ministrit të brendshëm Pançe Toshkovski. Pas këtij frustrimi qëndron frika dhe dija se Toshkovski po pastron me kriminalët dhe se pas shumë dekadash ligji vlen për gjithë njësoj. Toshkovski nuk fsheheu asgjë, nuk tha se ligji nuk vlen për baban e tij. Kjo është arsyeja pse si Levica ashtu edhe Timçe Apasiev janë të tmerruar dhe janë një arsye shtesë për frikën e tyre të re. Ndërkaq, Levica pretendon se ministri dhe avokati i mafias urbane, Pançe Toshkovski, po përpiqet vazhdimisht të heqë çdo kritik kundër hetimit të tij selektiv në Koçan, me anë të spinosjes, manipulimit dhe kërcënimeve, nga ku sipas tyre, qeveria aktuale e VMRO DPMN-s, si të gjitha qeveritë e mëparshme, krijoi sistemin e korruptuar që shkatërroi Maqedoninë e Veriut. Ndërsa ai po përpiqet të ndërtojë një imazh se po shkatërron sistemin e korruptuar, faktet që po bëhen publike tregojnë se edhe familja Toshkovski ishte pjesë e këtij sistemi. Konkretisht, ishte babai i ministrit të brendshëm, ai që u dënua në vitin 2013 për mashtrimin e 8 personave për pranim rishfeti gjatë ndërmjetësimit për pensione invaliditeti. Babai i tij u dënua me 2 vjet lirim me kusht sepse mblodhi në mënyrë të paligjshme pothuajse 25.000 euro nga personat e dëmtuar, duke u premtuar atyre se do të fitonin të drejtën për pension invaliditeti. Tutje ata shtuan duke thënë se babai i Toshkovskit manipuloi pa mëshirë individ që ishin në një pozicion të palakmueshëm dhe ishin të detyruar të paguanin shuma të mëdha për të luftuar kundër anomalive të sistemit.
Ministria e Shëndetësisë njofton se sot kthehen nga trajtimi në Serbi dhe 5 pacientë nga të lënduarit në tragjedinë në Koçan. Sipas protokollit, 3 prej tyre do të jenë në vëzhgim në klinikën e kirurgjisë plastike, një pacient në klinikën kirurgjikale Shën Naumi Ohrit dhe një pacient me kërkesë personale do të vazhdojë trajtimin në klinikën private Zhan Vitrev. Aktualisht në vend po trajtohen gjithsej 3 pacientë, për të cilëve një në klinikën kirurgjikale Shën Naumi Ohrit dhe 2 në spitalin privat Sistina. Gjatë ditës nesërme është paralajmëruar kthimi një pacienti nga Belgjika i cili do të jetë në vëzhgim në klinikën e kirurgjisë plastike. Ministria e Shëndetësisë vazhdimisht e ndjek gjendjen e pacientëve të lënduar me qëllim të sigurimit të trajtimit më të mirë të mundshëm si dhe rehabilitimit të mëtejim. Si mbajtësi i patentës së parë ndërkombëtare për ilaçin omeprazol në formë të lëngshëm i alkaloidit, ishte sponsori i konferencës së parë ndërkombëtare për qasjet moderne ndaj trajtimit të GERD tek pacientët pediatrik të organizuar në Zagreb. Më shumë se 200 profesionistë të kujdesit shëndetësor dhe përfaqësues të alkaloidit morën pjesë në këtë ngjarje globale nën patronazhin e kompanisë. Eventi u përqendrua në omeprazolin e parë të lëngshëm të patentuar, një inovacion që sjell përmirësime të konsiderueshme në trajtimin pediatrik të kësaj sëmundjeje. Ky produkt nxjerr në pa angazhimin e alkaloidit ndaj arritjeve më të larta në fushën e farmaceutike dhe vendos standarde të reja në prodhimin e barnave gjenerike me fokus në inovacion dhe diferencim në treg, deklaroi Shifko Mokrajdov, drejtori i përgjithshëm dhe kryetari i bordit të drejtorëve të alkaloidit. Tretësia e omeprazolit është e disponueshme në tregjet e Maqedonisë Veriut, në Mbretërisë Bashkuar, Irlandës, Rumanisë dhe Kroacisë. Aktualisht produkti është në proces të marrjes së autorizimit të tregtimit në disa vende të tjera. Përmbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.